Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisim. Me ne në studio është Irena Myzeqari, pedagoge prej vitesh, eksperte e komunikimit dhe së bashku do të zhvillojmë një bisedë në lidhje me komunikimin, mënyrën se si flasim, si komunikojmë dhe se si transmetojmë veten tek të tjerët. Për këto dhe shumë tema të tjera, ju ftojmë të na ndiqni. Irena, faleminderit që pranove ftesën dhe që je sot me ne në podcast. Kënaqësi për mua dhe shumë faleminderit që më ftuat. Edhe neve duhet kishim xhiruar edhe ato gjëra që po bënim bisedë përpara. Se kemi thënë shumë gjëra nga ato gjëra që diskutojmë, kështu që do t'i përmendim disa. Po për ne i shtruam disa gjëra. Më bë shumë qefi që patëm një komunikim, në fakt ti ke emrin e mamit tim, dhe kjo e bën më të afërt akoma më shumë bisedën, po nga ana tjetër, ajo që të karakterizon kur të shikon është buzëqeshja jote shumë solare. A të ndihmon ky tipar në komunikimin dhe ndërtimin e marrëdhënieve me njerëzit, si ke vënë re gjatë këtyre viteve? E para e kënaqësi që dhe mami jot ka emrin tim, është emri i bukur Irena. Edhe siç po të thoya edhe më përpara kur u prezantuam, ditë më përpara kur prezantuam, është një lloj emri që të gjitha gjeneratat duket se merr kuptim. Domethënë dhe ka një lloj, nuk e di, le të themi afrie me tjetrin. Dhe te kjo pjesa e afris dalim edhe tek elementi i buzëqeshjes. U mendoj se gjithmonë energjia e mirë lexohet në një dhomë. Por shumë e rëndësishme që ajo buzëqeshje dhe energjia e mirë mos jetë kurrë e shtirur. Sepse në momentin që ajo nuk është pjesë e jotja autentike dhe ti përpiqesh ta bësh me shumë sforco, është gjuaja jote e trupit e cila të delaton, domethënë të nxjerrë zbuluar. Dhe me që sot do flasim për komunikimin, është ndoshta mund ta fillojmë që me trikun e parë. Dhe për shembull, me që jemi te pjesa e buzëqeshjes, mua më ndodh shpeshherë që të hy në një dhomë të caktuar dhe të shoh njerëz. Dhe shoh buzëqeshjet dhe le të themi lexoj mimikat. Ajo që shoh që ndonjëherë buzëqeshja qëndron vetëm tek buzë dhe nuk arrin tek syt. Dhe kur ti sheh këtë diskordancën midis syve, të cilët nuk qeshin dhe gojës që qesh, ajo është një lloj energjie që të bën të diçka nuk shkon këtu. Është shumë e rëndësishme që kur ne flasim dhe komunikojmë në publik të jemi të vetëdijshëm që 55% asaj që ne transmetojmë te tjetri është gjua jonë e trupit. Është 38% toni i zërit dhe 7% janë fjalët. Dhe para se ne të fillojmë të flasim, njerëzit e kanë krijuar një ndjesi për ne. Është ajo, si të thuash, kontakti i parë, kur ti e sheh një person, thua, është fight or flight, domethënë këtë personin unë do afroj apo do largohem, e kam friend or foe, e kam mik apo armik. Edhe ti këto gjëra i reagon në bazë të shikimit të fytyrës, është ajo gjua e trupit, si mban shpatullat, si mban duart, vetësiguria me të cilën ti e zotëron hapësirën në cilën gjendesh. Pra të gjitha këto të ty tregojnë dhe t'japin një material që okay, me këtë personin ajo buzëqeshja solare është e vërtetë dhe nuk është diçka që po bëhet thjesht për hir të kalimit të situatës apo jo. Po a rastis ndonjëherë që mund të mos jetë ashtu siç ne komentojmë apo ne lexojmë gjuhën e trupit? Këtu, ne si specialistë të komunikimit jemi të kujdesshëm dhe ndoshta e ke në sensin të e keq kuptimi. Pra ne lexojmë ato gjëra që kemi në mendjen tonë ndoshta. Edhe kjo ka një element, pra sepse ndonjëherë neve kemi një perceptim për dikë. Ne u takuam për herë të parë bashk, dhe ndoshta kjo kimia ose ky impakt i parë që ne krijuam do të na shoqërojë edhe në takimet e tjera. Por ai takimi i parë, ai impresioni i parë që ne themi nuk ke një shans të dytë për të përsëritur, vjen nga fakti se energjia jote, instikti jot, ti kur hyn në një dhomë ke instiktin unë këtu duhet të mbrohem apo jam e sigurt. Dhe kjo vjen si qenie jonë biologjike. Dhe ajo gjua jonë e trupit është pikërisht ky leximi që neve e bëjmë në mënyrë instikti që jam i sigurt unë tek e dhoma apo jo. Ja kjo ka marrë mikun këtu mikrofonin në këtë rast. Dhe nëse ne nuk ndihemi rahat, gjua jonë e trupit do varet pak shpatulla, do mblidhin pak krahët, do jemi pak më të tkurrur, vetullat nuk do jenë të ngritura për treguar që është kuriozitet, bebja e syrit do jetë pak më të kurrë. Të gjitha këto janë elemente që një komunikator është shumë i kujdesshëm për të kuptuar se ku duhet se si duhet të operoj. Tani pyetja që lindësh, por jetë e vështirë është shumë në jetë e vërtetë është shumë e vështirë. Po unë mendoj që ky instikti
neve na ndihmon të navigojmë në mjedise komplekse, dhe ai momenti i parë i stepjes është pikërisht ai momenti që njeriu bie në kontakt me veten, thotë, "Ok, unë si duhet sillem?" Është ajo përgjigje e pyetjes, "Unë si duhet sillem në këtë dhomë?" Sepse instinkti jon i ka marrë ca ngacmime. Ka parë vetulla që ngrihen ose buzëqeshje që nuk janë origjinale, ka parë gjuhë trupi që kthehen për treguar, le të themi, mos interes. Pra të gjitha këto lexohen. Edhe ti fillon edhe operon në një dhomë të caktuar. Nuk e di, të ka ndodhur ndonjëherë që je në një dhomë dhe thua, ka një gjë që nuk shkon. Po nuk është energjia, është thjesht instinkti jo që po tregon që këtë gjërat e trupit që kanë këta njerëzit kanë një problem me mua dhe ti thjesht nëse nuk je komunikator, le të themi, origjinali, i te kalon dhe thjesht ka ngelur arshia e keqe. Okej, kthehemi ke pyetja fillestare. Pra dhe kthehemi te ajo gjë që na intereson, se përderisa ne identifikojmë problemin, do të kemi dhe zgjidhje. Çfarë duhet ketë parasysh një person që të leja të shihen e mirë ose të përfaqësohet edhe me gjuhën e denjësisht, jeti denj. Kjo fjala është shumë relative dhe ndonjëherë të vendosë përgjegjësi shumë të madhe. Po, absolutisht. Disa tipsa. Jo, mban kështu e pesh morale të jashtëzakonshme. The në fillim unë kam 17 vite eksperiencë si lektore dhe diku te 12 vite si trajnuese dhe eksperte e komunikimit publik. Edhe e kam parë në të gjitha nivelet, sepse unë kam pasur fatin që të jepja mësim edhe në klasat fillore dhe kam dhënë mësim edhe në klasat universitare. Më zgdash më pas të trajnoj edhe figura liderash, politikanet e reja gra, dhe domethënë ajo që kam vënë re në të gjitha nivelet është se në thelbe ne ruajmë atë fëmijën dhe ato komplekset që ka një fëmijë vogël, duket sikur nëse nuk është punuar me to, edhe një rritur i ka brenda vetes. Dhe këtu sekreti për qenë komunikator i mirë vjen gjithmonë nga të pranuarit se kush ti je. Kjo duket një fjali shumë e vështirë për të bërë, domethënë është kalosh proces të njohur veten. Po, duhet kalo, patjetër, por një komunikator i mirë e njeh veten. Dhe që do thot një pikat e tij të dobta, një pikat e tij të forta, dhe kur them pikat e tij të forta nuk e them thjesht në një tabel plus edhe minus, çfarë bëj mirë, çfarë bëj keq. Po një ato gjërat me cilat ai potencialet, ato gjërat të cilat janë mundësi për të dhe ca që mund të jenë rreziqe për të, për dikë mund të jetë emocionet. Dhe me atë ndoshta duhet punoj, për dikë mund të jetë regjistri ligjërimor, pra gjërat sa të pasur e ka fjalorin, sepse ajo që kam vënë re unë është që mund të jenë njerëz që në nivelin emocional janë shumë mirë, e zotërojnë shumë mirë skenën dhe ti thua ky personi është karizmatik ose karizmatike. Problemi kur që ti fillon dhe duhet të artikuloj ca tema, i ka një regjistër shumë të varfër dhe aty pasiguria i vjen se nuk di çfarë të flas. Nuk ka fjalorin. Pra, pasigurit mund të vinë nga dukja, mund të vinë nga gjatësia, mund të vinë nga një element i veshjes. Pra, pasigurit janë të pafundme që neve mund mund vide nga vapa, domethënë siç na ndodhi neve sot, domethënë kështu që domethënë prandaj janë këto elementet. Pra, ngacmimet mund të jenë të jashtëzakonshme, por kur ti je i qëndërzuar te vetja, je në rahat me atë që ti do t'japësh, pa pasur një version të asaj që je dhe një gjë tjetër që do t'japësh, aty pastaj është ai sekreti. Pra është, si të thuash, unë them është gjithmonë një vjet drejt midis asaj që ti ke qenë, asaj që je dhe asaj që do të jesh. Dhe kur kjo linja është e pastër, ka një rrjedhshmëri uji në mënyrë metaforike, ti do shëmbëllesh pasaj do jesh shëmbëltyr gjitha gjërave të mira që ke brenda vetes. Po, është vërtet kjo gjë, po megjithatë ne kjo na rrezon tezën që oratorët nuk është se vetëm lindin, por mund të zbulosh talentet e tua dhe mund të bëhesh i një i tillë apo jo? Apo është një çik art i lindur? Shiko, janë të dyja. Mua eksperienca më ka provuar, madje unë e them dhe te vetja ime. Jo se unë jam një orator shkëlqyer, që ti jemi drejt, nuk ka lidhje me këtë. Po ideja është që unë mbaj mend veten time fëmijë. Okej, shumë mirë se kthehemi ke fëmijëria. Po, dhe unë veten time fëmijë nuk kam qenë një fëmijë që ka pasur shumë besim vete. Dhe le të themi kur kujtoj ato skenat e mia të oratorisë, nuk është se kam shkëlqyer. Por ajo që unë kam pasur ndoshta me shkollimin e dur, ndoshta me mentorimin e dur, ndoshta me mentorët dhe mësuesit e dur afër, kam kuptuar se kush janë ato elementet që mua më bëjnë mua.
Dhe aty pastaj un kam kuptuar që un komunikimin mund ta kem pasur talent që e vogël, po ai emocioni më mbyste, kështu që un fillova të punoj me emocionet e mia, me pasiguritë e mia dhe pastaj, si të thuash, ajo pema ose ajo drita u vet pastrua edhe rrezato natyrshëm pastaj pa pasur nevojë që ti Jo, është më vërtet. Po, që ti jap, kështu që është gjithmonë pjesë e një pune e eksploruese. Kështu që ka njerëz që lindin dhe kjo është dhuratë e Zotit, është ajo le të themi e Zotit e kudo ne besojmë, sepse audienca jonë është e gjerë, pra natyra ka besimtar, jo besimtar. Dikush mendon që është dhuratë, dikush tjetër mendon që me punën e duhur bëhet. Por unë them gjithmonë që ti mund të bësh një folës shumë i mirë, duke punuar me mentorin e duhur për të drejtuar drejt atij procesi. Por ylli në ball është yll në ball. Dhe ajo është ratëria. Po, dhe pastaj ajo është ai selektimi. Dhe këtu dalim te një element shumë i rëndësishëm i të folit publik, që njerëzit, sidomos në kohën e sotme, kanë marrë një peshë të jashtëzakonshme. Se ne jetojmë në një botë ku çdo gjë gjendet online. Pra ti mund të marrësh tips and tricks pafund. Dhe sot më shumë se kurrë kemi ardhur tek fuqia e individit, që do të thotë ne nuk dëgjojmë më një njeri se çfarë thot, po ne dëgjojmë një person se si po e thot atë gjë të cilën neve mund ta marrim në të gjitha burimet e mundshme që ekzistojnë. Dhe ky është ai Chelsea i komunikatorit mirë, që ai ka aftësinë që të nxjerr në një stil krejtësisht ndryshe, unik, vërtetësi, pra, mund të jetë, ndoshta s'na pëlqen fare ajo formë, por ajo është e vërtetë dhe është unike për atë personazh që ka marrë iniciativë. Pikërisht. Në fakt, dalim këtë diskutimin tjetër pastaj që sot me sa kuptohet edhe nga rinia, po ti e di më mirë se ke përvojë me studentët, duket sikur janë më të sigurt tek vetja dhe sikur janë më të vërtetë dhe nuk është se kanë shumë kompleks ose të mendojnë shumë, të vrasin shumë mendjen se çfarë do thonë të tjerë, që kjo ka qenë deri diku një problematik e jona, e gjeneratës. Ne si gjeneratë, si popull kemi këtë identifikuar këtë gjë, kurse prezat e rinë duket sikur janë më të çlirët, më të vërtetë dhe më vetvetja tek e fundit. Para një rreth 3 ose 4 javësh kam bërë një intervistë të tillë mbi dallimet gjeneracionale. Edhe le themi ishim te kjo pjesa të cilat janë dallimet jo vetëm komunikative, po identitare midis millennials që jemi ne edhe gjeneratës Z. Dhe është e vërtet, paktën në këtë konstatoj dhe nga puna ime në përditshmëri metar, që ato kanë një lloj sigurie dhe duket sikur kanë një lloj moskokçarje, sepse dhe ky perceptim joni di nga vjen nga fakti se ato kanë shumë të lehtë të thonë jo. Pra ata janë sfidues të autoritetit dhe janë shumë konkret. Pra unë dua të bëj këtë gjë e cila më çon këtu. Ndërkohë neve kemi qenë ndër ata breza, sidomos millennials, brezi jonë, që neve kërkonim vazhdimisht miratim. Pra neve lokusin e kontrollit e kemi pas gjithmonë të jashtëm, më thoshim nëse nuk na aprovohet nga të tjerët, neve asnjëherë nuk do të themi po e kemi bërë siç duhet. Dhe ky është dallim shumë i madh. Por ama di të them edhe një gjë që ne kemi qenë kërkues. Në sensin nga që donim të dinim më shumë, kemi lexuar, kemi përthithur më shumë material, ndërkohë ajo që vëre unë te gjenerata Z është që ata shkojnë direkt vetëm tek gjëja që ata jo sipërfaqja, po tek gjëja që duan. Pra unë sot jam interesuar për këtë gotën. Dhe ato do merren vetëm me këtë gotën dhe do ta lënë aty, ndërsa ne do merremi çfarë materiali është bërë kjo gota, pse duhet kjo gota, po të kishte qenë një ngjyrë tjetër kjo gota. Më në thellësi pra. Hymë në thellësi, ndërkohë që ato janë straight, kanë fokusin më të qartë se ne. Dhe kjo në ligjerim i ndihmon, pa diskutim, për të qenë më të shpejt, por nga ana tjetër, kur ti hy në dinamika më të thella komunikative, kupton që ato kanë pset e tyre, kanë ankthet e tyre, kanë pikpyetjet e mëdha identitare. Dhe kanë pikpyetje të mëdha identitare mbi shumë role të cilat janë në ndryshim ditët e sotme. Edhe çdo brez çdo gjenerat ka ato sfidat e veta, po në aspektin e komunikimit ato kanë një sfidë shumë të madhe, që është se ka shumë informacion dhe duhet vërtet një shkollim i mirë dhe një edukat e fortë, kulturë e fortë, që ata të kuptojnë se kush është vërtet i informacioni që u duhet. Dhe në këtë mori ose në këtë rrëshqitje informative që ato kanë
nga një medium, nga televizioni, tek media sociale, tek shumë media sociale, tek shumë profile TikTok, Instagram, Facebook, gjithandej ndoshta edhe konfuzohen, ato konfuzohen. Dhe në gjithë të mori thonë, okay, kush është ajo që vërtet ja vlen? Edhe këtu pastaj krijohen sa dinamika tjera pastaj që është nuk e di, është shqetësimi i përditshëm kur punoj me ta. Ne shikon edhe ti, domethënë, okay. Për shembull, edhe kur i pyet për shembull çfarë të pëlqen ose çfarë nuk është se janë aq koncize dhe aq të vendosur dhe të përpikt siç kanë pas qenë jo më përpara. Ato e kanë fokusin, pra unë dua të bëj këtë gjë, po jo që lidhet me identitetin e tyre, sepse nuk e kanë bërë këtë pjesën e eksplorimit të vetes. Ai sa është një proces shumë i vështirë. Patjetër, por unë mendoj që për qenë të suksesshëm në këtë shoqëri, në këtë kohë që ne jetojmë, është një domosdoshmëri e jashtëzakonshme. A nuk ndërtohet ky vetja, nuk ndërtohet në bazë të vështirësive që një person ka? Në një farë formë procesi gjatë që ti kalon disa vështirësi dhe kalon disa problematika dhe ti pastaj gjen veten, provon, eksperimenton, kurse në një farë forme sot fëmijët tanë aq të thjeshta sa i kanë gjëra aq shumë informacione nuk u lejon që dhe ndoshta nuk u lejon që të shkojnë deri në thellësi problematikave për të parë dhe si do reagojnë ose si do e njohin veten e tyre. Unë mendoj që çdo gjenerat ka rrugën e vet për të shkuar te vetja. Dhe ajo rrugtim, ajo lloj rruge është produkti i kontekstit historik, epokës ku ka lindur secila moshë, secila epokë. Ajo që çfarë i thua për shkak, çfarë këshillon shumë ato studentët? Ajo që unë i shoh, pra ajo që unë vëre dhe që e shoh, le të themi, si leitmotiv që më del në të gjitha kohërat, është autenticiteti. Dhe autenticiteti duken sikur është fjalë shumë e madhe, pra të qenit i vërtet. Po jo të qenit i vërtet në sensin unë të them ç'a mendoj. Të qenit i vërtet në mbi atë që ti beson, mbi atë që ti vlerëson, mbi atë që ti do të bësh, mbi pranimin e sfidave që ti ke dhe mundësive që ti ke. Edhe unë mendoj që shumë nga autenticiteti që ka secili njeri që na bën të gjithë komunikator të mirë. Pra ajo pyetja që ti bëre që lindim apo bëhemi, të gjithë neve mund të bëhemi nëse kalojmë te ky proces i të kuptuarit se për çfarë, kush është vetja jone autentike, për çfarë ne jemi të mirë. Sepse ti mos jesh i mirë të flasësh ku di në shkenca sociale, po dikush mund të jetë shumë i mirë për të folur në termat juridik, dikush mund të jetë shumë i mirë për të folur në termat e elementeve vizual. Pra, gjithë kjo eksplorimi duket sikur është ndalur, sidomos në këtë gjenerat, dhe mua kjo gjë më dhëmb, dhe këtë fatkeqësisht bën nga që dhe informacioni është gati, siç ti thua, dhe thua, okay, unë mund të flas për çfarë do lloj gjë, unë mund të ngrihem një mëngjes, sot marr ca informacion në ChatGPT ose në Google, dhe unë sot dua të gdhijem dhe të jem një komunikator. Por nuk mund të jesh, pra, të ke një lehtësi. Sot unë do ta karakterizoja, ne jetojmë në një periudhë ku është shumë e lehtë të jesh gjithçka. Edhe ti mund të marrësh forma nga më të ndryshme. Problemi është se më e vështira, më shumë se kur është të jesh ajo që ti je vërtet, vetja jote autentike. Që shpeshherë harrojmë. Po e harrojmë sepse merremi me gjitha këto oportunitete shumë e kollaj të bësh diçka që ti jep ekrani. Apo që e them unë këtu, se sa të shkoj dhe vetë të gërmoj dhe të kuptoj se është ngërmuese ajo. Do durim, është stresëzim, do të hysh thellë sa gjërave, të cilat çojnë më pas në brenga emocionale, të çojnë në trauma se si je rritur. Pra është një proces eksplorimi. Dhe ju do thoni, po pse kaq e vështirë që kërkat të komunikoke mirë, pra duhet bëjmë gjithë të punë neve që të bëhemi të komunikator të mirë, lëm fare punë e madhe, jo fare shpresat. Problemi është se komunikimi sot është mënyra ka qenë gjithmonë, po ideja është nuk kemi një mënyrë tjetër më të mirë për të marrë vesh me tjetrin. Në fakt është natyrale, sepse që fëmijët e vegjël mësojnë të komunikojnë, po nga ana tjetër ne kemi kaq shumë keq kuptime. Dhe prandaj ndoshta lind kjo bisedë, prandaj është kaq e nevojshme kjo bisedë që ne vetë mos kemi kaq shumë keq kuptime brenda, le të themi, një kombi, brenda një popullsie. Po keq kuptimet i krijon le të themi janë dhe brenda familjes. Po sepse neve kemi stile të ndryshme komunikimi. Pra, keq kuptimi shpesh herë rrjedh nga mosdëgjimi. Dhe vjen nga fakti se ne kur komunikojmë jemi më të prirur të dëgjojmë veten se sa të dëgjojmë tjetrin. Ose kundërshtojmë, kemi atë ne jemi duke dëgjuar
Për të kundërshtuar. Për të kundërshtuar ose për të thënë argumentin që ne kemi. Pra, unë të dëgjoj, ti vazhdo se unë të them atë që unë di, ose që dua unë. Kjo nuk është komunikim. Në këtë moment neve kemi fragmentarizuar gjithë informacionin sepse secili qëndron në llogoren e vet, në istikamin e vet dhe nuk del te ato ka të kuptoj tjetra. Siç thotë Rumi që për te të mirës dhe të keqes ekziston një fushë, hajde takohemi aty. Edhe aty ti e ke braktisur si të thuash veten tënde dhe ke ardhur dhe egon dhe ti ke ardhur me aftësi për të kuptuar, sepse komunikimi është përpjekja që neve të ndërtojmë kuptimsi dhe vazhdimsi. Dhe ne nuk kur kalojmë në një shoqëri ku ne nuk dëgjojmë, por dëgjojmë vetëm veten ton, atëherë ne mbyllemi te ajo oazi, mendojmë pastaj pasojë e kësaj është që gjithmonë mendojmë se ne kemi të drejtë. Dhe kur mendon se secili ka të drejtë, kthehet në një shoqëri ku nuk dëgjohet zëri askujt. Shtollet pastaj atë ekspresivitetin që ne kemi si mezetar, po kështu me radhë, po edhe sepse ti fiton, po ka një gjë kur ti vetë izolohesh tek vetëm dëgjimi vetes tënde, ti beson se ti ke të drejtë. Dhe kur ti përballesh me një shumësi zërash të cilët kanë perceptime të ndryshme nga ty, ti thua, "Ok, duhet ta ngri zërin atëherë që të më dëgjojnë mua." Dhe ajo është përgjigje mbrojtëse. Sepse dalim prapë ajo që unë thash në fillim, instikti që unë kam nevojë të mbrohem, se shiko këta njerëz po mendojnë ndryshe nga unë. Po komunikimi nuk është gjithmonë produkt që ne të bindim tjetrin të mendojë si ne. Por është vleror. Pra çfarë vlerë unë marr nga kjo gjë që unë po diskutoj dhe po ndaj me tjetrin. Kjo është dinamika. Po diskutojmë që po. Irna, është më e vështirë që të japësh këshilla për të tjerët apo më e vështirë që të kurosh veten tënde? Janë të dyja shumë të vështira. E di pse po marr këtë pjesën e vetes fillimisht. Unë jam ndër ata persona që besoj që puna me veten nuk duhet ndaloj asnjëherë. Edhe un kam një moton, dhe në mosimdhënie, po e kam dhe në komunikim, është gjithmonë hera parë. Pra unë mund të kem dhënë pafund intervista. Nga t'ja nisim është hera parë për mua. Dhe dinamika që do krijohen me ty, sepse nuk ka të bëj ajo që unë do them. Ka të bëj dinamika që ne krijojmë bashkë si bashkëbiseduese. Dhe kjo është hera parë që ne jemi përballë. Kështu që unë atë moment e shoh si një sfidë për të re personale në cilat unë mund të mësoj ca gjëra për veten që nuk i kam ditur si komunikatore. Kështu që mbasi ne mbarojmë këtë bisedë bashkë, unë mua më duhet të reflektoj. Edhe kur ta shoh pastaj në video më duhet të reflektoj Irina, si ka qenë gestikulacioni, si ka qenë toni i zërit. Ai kam thënë ato tips and tricks ashtu siç duhet i thoja. Pra, nuk është komunikimi një proces që fillon edhe mbaron. Por edhe ja arrita dhe tani nuk është një maj që ti e ngjit. Ajo është ti mund të zbresësh sërish në zero, sepse ti mund maje ka marrë të tjera më të larta. Jo, po ti mund të zbresësh në pikën zero sepse ti mund të thuash diçka që nuk e ke fort menduar ose që të mund të tingëlloj shumë keq. Pra, kjo është e bukur e gjithë gjës. Dhe ti e ke shumë të vështirë sepse te ky përballja me veten, ti je dhe subjektive. Dhe jo gjithmonë ja toleron vetes që ti t'ja thuash kritika. Domethënë sa të guximshëm jemi ne për të thënë që po këtë e bëra keq, po këtë e thash keq. Sepse gjithmonë kemi atë disonancën kognitive për të thënë, jo unë e thash keq se pati fajin kiti, se po mos ma kisha bërë kiti mua këtë pyetje, unë nuk do ta kisha thënë këtë gjë. Pra kjo tendenca për të justifikuar neve nuk na lejon që ta shohim veten me lupën e vërtetësisë për të kuptuar që këtë gjë ne duhet ta kem parasysh. Dhe e bukur është se nuk është se ti e kuptove këtë momentin, e zmadhove me lupë dhe e pe atje. Ti prap nëse do të ngacmoj ose do të trigger ajo gjëja që ndodhi në atë situatë, prap do kthesh dhe do kesh të njëjtin reagim. Kështu që ti duhet të kuptosh shkakun nga erdhi ajo. Emocioni apo pse the një fjali të caktuar ose një qëndrim të caktuar. Ndërsa kur punon me tjetrin, është e vështirë sepse është një moment eksplorator. Për shembull, unë gjatë kohës që jemi bashkë në këtu, unë jam pavarësisht jam duke folur për komunikimin, jam dhe duke të analizuar ty mbi komunikimin. E kupton? Po, dhe për shembull unë jam duke lexuar gjuhën tënde të trupit. Jam duke parë, le themi, mënyrën se si ti ndërvepron me mua, përpjekjet tua për vetë kontroll. Po, nuk është vetëm gjuha e trupit që ti zgjedh të mbash. Është forma jote e fytyrës. Pra janë të gjitha tipare të cilët mua më tregojnë se çfarë lloj komunikatori ti je. Kështu që kur ti merr këtë pjesën për të këshilluar tjetrin, duhet të fillosh të gjesh ato shtigjet se ku mund të takohesh me tjetrin.
Se nëse ti shkon dhe i thua shiko 1, 3, 4, 5, 7 iqi nuk bëj Të hoshi nga puna. Jo vetëm të hoshi nga puna, Nuk do të priti çik domethënë nga e diti, pra është ajo pjesa e gjetjes së pikës e të kuptuarit sepse do të trajnohet dikush për komunikim, se dikush ndoshta do të trajnohet për leadership, dikush do të trajtohet thjesht kaloj këtë pjesën emocionale, dikush do të trajnohet sepse dhe komunikimi është një lloj psikologjie, sepse duhet të zbulojnë të gjitha dinamikat, sepse dikush ka probleme me qëndrimin, nuk e ka atë vetësigurinë. Pra të gjitha këto janë elemente shumë eksplorator, të cilat ti duhet të jesh shumë e kujdesshme sepse fillimisht duhet ta njohësh tjetrin. E kuptova. Dhe ajo që unë e shoh dhe e them kudo është që në çdo audiencë është shumë e rëndësishme të kuptosh se ku tjetri gjendet. Sepse ndonjëherë neve kemi tendencën për të parë gjërat nga këtu ose nga këtu. Dhe duke mos qenë në të njëjtin vibrim mendor, frekuencë, japi mesazhet e gabuara. Ndaj është gjithmonë e rëndësishme në komunikim të gjejmë pikat e përbashkëta. E përbashkëta, shumë e vërtetë. Jo se dhe kjo nuk do të thotë që do të fillojmë, më fal, neve tash do të fillojmë. Po, kush janë pikat tona të përbashkëta që të fillojmë të nuk është ideja. Se ndonjëherë njerëzit i marrin shumë bukfalisht gjëra, thonë, të vendosim një herë pikat e përbashkëta dhe fillojnë të shkruajnë. Po nuk është kjo që të vimë natyrë. Gjithmonë kam pasport shpejt për shembull. Edhe vazhdoj të flas shpejt, kjo nuk e di. Jo, ti nuk flet shpejt, ti përpiqesh ta kontrollosh shpejtësinë. Dhe unë mendoj se ti tani je në fazën me cilën po punon me shpejtësinë e të folurit. Të gjithë thonë që flet shumë shpejt. Po, që e vogël kam pasport shumë shpejt. Ti e krijuar këtë bindje, të penalizon ndonjëherë se kur ti rri shumë me shumë e fokusuar te shpejtësia, e humb atë që do, kështu që të jesh duhet të jesh edhe vetja. Unë kështu jam dinamike, unë flas shpejt, unë flas me gjeste, pra kjo është ajo pjesa e pranuarit të vetes autentike. Nuk është thjesht në një reflektimi madh që ty të kërkon të izolohesh edhe të rish 10 ditë pa folur me askënd, si jam duke skuptuar veten, nuk është procesi i tillë. Është ndërveprim. Pra ti tjetrin dhe veten e kupton duke ndërvepruar. Dhe më pas është reflektimi pastaj që ti bën, sepse ne kur komunikojmë kemi 4 nivele. Kemi komunikimin më komun, që është komunikimi interpersonal, unë dhe ty. Kemi komunikim masiv që bëjmë me grupet, audiencat e kështu me radhë, që mund të jenë nga 5 mund të jenë deri në 5 milion, në varësi se sa kush mund kemi. Po janë edhe 2 komunikime, 2 skaje shumë të rëndësishme, që janë komunikime që bëjnë ndryshimin. Dhe është komunikimi intrapersonal, pra është komunikimi me veten, që do thotë sa e dëgjojmë në zërin ton brenda vetes, i cili gjithmonë na thot diçka, dhe është komunikimi transpersonal, që është komunikimi me Zotin, që nuk është vetëm komunikim me Zotin, po me gjithçka të mbi natyrshme që neve besojmë apo ku diun shpresojmë në dinamika që ka secili prej nesh. Dhe njëhet në shkencë o 4 faza? Po, këto janë fazat e komunikimit, po. Dhe kur neve kemi këtë komunikimin intrapersonal është na ka ndodhur ndonjëherë që të injorosh atë zërin që thotë. Po, pa ai është zëri i intuitës. Ai zëri i intuitës është shumë i rëndësishëm të dëgjohet sepse është ai instinkti që unë thash që një lexon të ndihmon të navigosh. Ndërkohë, kjo 4 shkallarja e komunikimit, ty të bën të kuptosh që ti je një qenie që navigon, pra ti je i ndryshëm dhe komunikon ndryshe me veten, ndryshe me tjetrin, ndryshe me masën dhe ndryshe me energjitë. Dhe kjo në këtë komunikim nuk do të thotë se ndonjëherë thash unë merakun e kam gjithmonë të marrë bukfalisht. Nuk thotë që si do komunikojmë me energjitë. Do thotë që ti e kupton që ekziston një dimension shumë i madh se sa ajo që ti je. Dhe kjo të jep një, le të themi, ridimensionim të çdo besimi që ti ke. Është më vërtet. Erna, në çfarë moshë sa ke qenë ose si ka qenë një se ke thënë publikisht që ti je besonte besimin islam dhe je praktikuese e tij. Si ka qenë çfarë mund të ndash me ne në lidhje me këtë proces kaq personal në fakt dhe kaq intim, por që është gjithmonë shumë bukur të dëgjosh historitë e të tjerëve ashtu tepër kur bëhet fjalë për besim. Besimi unë duke qenë se thash jam me shkencat e komunikimit shtrehen në shkencën në lëmin e humaniteteve. Edhe unë besoj se prandaj thash dhe komunikimin transpersonal, mendoj se njohja e Zotit si kategori fillimisht. Pra pranuar që ekziston Zoti dhe njohje, le të themi, dinamike përtej realitetit ton, pra përtej fizikës son është shumë e rëndësishme, sepse i jep njeriut një ridimensionim të gjithçkaje që ai vlerëson. Edhe kjo është dhe për aspektet pozitive, por dhe për aspektet negative.
të gjithë shkaje, që ne jemi të momenteve të vështira që ne jetojmë, sepse kur ne shohim këtë gjën më të madhe që ekziston përtej nesh, mbushemi me shpresë, por dhe relativizojmë. Se ato gjëra që mund na duken shumë të mëdha, në të vërtetë mund të jenë shumë të vogla krahasim me gjithçka që është universi edhe gjithë ky dimensioni që thash para, kjo kategoria. Personalisht për mua personalisht besimi është pjesë shumë e rëndësishme e asaj që un jam dhe asaj që un bëj. E kam thënë shpesh edhe në biseda private dhe me njerëz dhe mi të afërt, po dhe në hapësirë publike, që takimi me Zotin e quaj rrugtim shumë personal. Dhe kur them e quaj rrugtim shumë personal është në sensin e zbulimit. Sepse le themi unë kam filluar të kuptoj më shumë për Zotin ose ta njoh më shumë Zotin kur kam qenë në klasë 4, klasë 5, pra diku te 20 e ca vite më përpara ose edhe më shumë, 25 e më shumë vite më përpara. Dhe fillimisht kam, domethënë ka qenë ai pjesa e agjërimit, e cila duket sikur është ai pjesa më e zakonshme që njerëzit afrohen. Dhe pastaj është ajo pjesa zhvillimi i dijes, sa më shumë informacion, sa më shumë lexon, ti ridimensionon gjithë vlerat e tua. Edhe në kam kuptuar diçka në gjithë rrugtimin tim, është që gjithçka mund të jetë e ndryshueshme dhe vetmja konstante tek unë, të paktën deri në momentin që po flas me ty, sepse ka sprovat pafundme, është pjesa e besimit dhe e të identifikuarit me praktikën religjioze. E kupton? Pra ai sa unë përpiqem gjithmonë e vetëdijshme për këtë gjë, për në një e vetëdijshme për limitimin tim, e njohurive që mund të kem, dhe e vetëdijshme edhe për kuptimsinë time, sepse ndonjëherë ndoshta nuk e kemi kuptuar ose Zoti nuk ka arritur aq sa do donim ne brenda nesh. Dhe ndaj them që marrëdhënia është gjithmonë një udhtim vetmitar, në të cilën ti çdo ditë spulon dhe sheh veten tënde përkundrejt besimit në një dimension të cilin nuk e ke parë më përpara. Dhe kjo vlen edhe në momentet e mira, vjen edhe në momentet e këqija. Dhe këtë e shoh, prandaj them edhe e mendoj shpesh herë që prandaj dhe në shkrimet e shenjta, historitë profetike janë si të thuash një pasqyrim i rrugëtimeve që njerëzimi ka kaluar. Dhe ne kemi dhe momente profetike ku njerëzit janë spërvuar me vështirësi, por kemi dhe momente profetike që janë spërvuar me mirësi. Dhe në atë momente ti rrek të dyja kahjet e besimit. Edhe si e gjen ti Zotin edhe kur je në të mirën tënde, edhe kur je në të keqen tënde. Dhe këto janë dy dinamika që mua gjithmonë i lë të hapura brenda vetes, sepse kam frikë ndonjëherë nga superioriteti që të jep besimi. Nuk e di ma kupton këtë gjë, sepse ndonjëherë mendojmë që duke rrekur këtë dimensionin e Zotit, neve kemi dim disa të vërteta më shumë se të tjerët. Ndërkohë kjo ideja ky stereotipi që njerëzit që besojnë ose që praktikojnë kanë atë i duken sikur janë më superior se njerëzit e tjerë që nuk janë shumë. Unë kam shumë frikë nga kjo gjë, sepse kjo krijon ndasi kuptimore. Edhe unë gjithmonë i kujtoj vetes, po dhe ata që mund të ma lejojnë, është që ne jemi vetëm përkujtues. Dhe nuk është në dorën tonë udhëzimi. Ti udhëzon me shembullin që jep, por në momentin që ti merr rolin e thirrësit, duhet kemi shumë kujdes në mesazhet që transmetojmë, sepse ndonjëherë bëhemi fajtor dashur pa dashur për kuptimësitë apo veprimet apo ndërveprimet e gabuara që dikush mund të marrë. Kjo është absolutisht e vërtet, po thirrësit, ama edhe veprimet për jetën tonë, për shembull, ti reflekton këtë gjithë ky edhe kjo pjesa e solaritetit që unë përmenda në fillim të podcastit, në një farë forme ne ram dakord që vjen së brendshmi, a vjen dhe kjo si pasojë e procesit shumë të gjatë edhe besimit që ka në brendsinë tënde. Patjetër, sepse ky është reflektimi në gjitha dinamikat që unë thash, pra atyre 4 shkallarëve të komunikimit, pra 4 shkallët të cilët mua më bëjnë që ta kuptoj veten, edhe kupton më shumë edhe Zotin edhe marrëdhënien fantastike. Patjetër, por unë ajo që them gjithmonë që
se unë qaj shpesh herë kur flitet për këtë pjesë dhe nuk dua të le të themi prekem gjithmonë kur flas për këtë pjesën. Unë mendoj se besimi është mëshirë. Edhe nëse Zoti kudo ku beson se cilin nga ata që dëgjojnë është audienca jonë tani, ka gjetur rrugën të, domethënë, ti ke gjetur rrugën te Zoti apo le të themi ke ndërtuar një kuptim si në këtë rrugë, do thotë që është një vlerë e jashtëzakonshme dhe një mundësi një oportunitet i jashtëzakonshëm njohës, të cilët nuk e kanë të gjithë njerëzit. Sepse të vënë në një pikpamje krejtësisht dhe në fushë krejtësisht të re të menduarit dhe të vlerësuarit edhe të përkohshmërisë son. Sepse nëse ka një gjë që vuajmë ne, është nga besimi se gjithçka që ne bëjmë është e përjetshme. Ndërkohë komunikimi transpersonal na lejon ta kuptojmë që jo. Jemi shumë më pak se që kujtojmë, por ama veprat mund të lënë impakt shumë më të thellë nga ç'ne pretendojmë. Është shumë e vërtetë. Kjo është fantastike dhe është shumë e vërtetë. Edhe të gjithë diskutimin që ne bërëm deri tani në lidhje me komunikimin me brendsinë tonë dhe në fakt ajo është boshti, një bosh shumë i rëndësishëm. Edhe shumë kryesor, edhe se si ti e shikon gjërat përreth. Se në një farë formë komunikimi ka të bëjë dhe me mesazhin që ti do të përcjellësh dhe ne e thamë që çdo gjë vlen dhe ka rëndësi dhe ka impakt dhe në një farë formë mesazhi që ne duam të përcjellim është komunikimi. Dhe nëse ti e di dhe je i qartë dhe je i vetëdijshëm për gjërat që ti do të arrish, kush je dhe për njohësinë që ti ke, pa diskutim pasaj që edhe komunikimi është më i thjeshtë dhe mesazhi që ti do të arrish. Keq kuptimësit minimizohen, le të them. Pa diskutim. Se ne dhe vetë jemi mesazh. Pa diskutim. Domethënë ne i bëjmë mesazh me mënyrën si që kemi qëndruar, me ngjyrat që kemi veshur, me hapësirën dhe marrëdhënien që kemi krijuar. Dhe fjala përplotson atë mesazhin që ne e kemi ndërtuar, por fjala le të themi e kuadron atë dhe e fikson që shiko. E përput të gjithë në formë, me zërin, po. Me zërin përputhen. Është vërtet. Kjo është gjitha. Themi pak edhe te pjesa e femrave. Po, e grave. E grave, se është termi i duhur, ti i kesh pikë të dobët, pa diskutim. Edhe unë kam pikë të dobët. Do ka qenë indicia që edhe ky podcast faktikisht të lindi, unë nuk është se kam folur shumë, po kjo është siç po thoya pak më përpara. Ka qenë indicia që gratë, të cilat në fakt, le të themi vajzat me shamin, se ky podcast nuk është podcast tetar, por ka në fokus një kategori të caktuar. Dhe hapësira ka qenë shumë minimaliste, pothuajse inekzistente, edhe lindi nevoja. Në fakt ti je edhe ekspert e mediave po ashtu, dhe shpeshherë ne shikojmë që ose keq përdoret, ose nuk ekziston fare në media, ose ato titujt e famshëm, besimtarja ekstreme, që në fakt janë pak cënuese deri diku, edhe deri diku dhe denigruese, duke marrë parasysh që ne pa diskutim që jemi pjesë e një komuniteti dhe jemi pjesë e një shoqërie pa diskutim edhe duhet që të jemi të përfshirë, le të themi, ose të paktën të jemi pak më flasim media që është më të kujdesshëm në etiket. Si shikon këtë problematikë? E ke bërë edhe ti nga ana jote si eksperte? Për të shkruar një hap pas, unë studimet e mia doktorale kam fokusuar te kërkimet gjinore në media, në komunikim, edhe në kulturë. Edhe si të thuash, një nga shqetësimet e mia të përditshme është pikërisht lidhet me faktin se si ne kulturalisht lindim, domethënë si ti lind një vajzë, se si ti bëhesh një grua, ndërtohesh si grua dhe ti jeton si një grua në shoqërinë e sotme. Dhe në fakt është ajo se si neve edukojmë vajzën që kur lind, do të janë të gjitha ato le të themi vargojnë kulturor, domethënë ata zinxhirët kulturor, të cilët dashur pa dashur, që pa lindur fëmia, ato bëjnë një lloj selektimi. Por unë përpiqem shpeshherë në studimet e mia të kuptoj këto elemente. Pra, çdo më thot me lind si vajzë në një familje kulturalisht, domethënë ato ndasit e të pasurit një djalë apo një vajzë. Dhe ti e sheh që mund mos jetë deklamative, pra e hapur e kështu pohuse me zëra të forta. Janë në rreshta në atë tekstin, atë ligjërimin që ti krijon, që ti shet diskrepanca.
Dhe aty thua, okay, diçka dhe ajo çan do pastaj është nga kultura, që ne shpeshherë e marrim si naturalizuar duke thënë që kështu janë gjërat dhe nuk kemi pse t'i vëmë në pikpyetje, ndërkohë nuk është ashtu. Ato dashur pa dashur transferohen në diskurin publik. Edhe ndërtojnë atë që quhet sistemi patriarkat i madh, në cilin operon edhe burri, edhe gruaja, operon dhe media dhe operon dhe çdo agjenci tjetër sociale. Kështu që edhe dashur pa dashur ato përforcojnë ato objektivizma, ato le të themi paragjykime që vijnë nga një sistem, nga një superstrukturë shumë e thellë se sa thjesht media per se. Media pasqyron ose dhe ndërton pa diskutim, po pasqyron edhe një sër diskrepancash kuptimore që lidhen dhe flen dhe në shtratin e kulturës. Po mund të jetë reflektim, po mund të jetë edhe ndërgjegjësim, edhe informim, edhe mund të ketë një rol shumë të rëndësishëm në edukimin media ka rol informues, po ka dhe rol edukues. Dhe duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë gjë. Por kur flasim tek çështjet identitare, hyn disa dinamika shumë herë më të vështira në lojë. Para disa kohësh kam bërë një reflektim timin, unë do ta lëviz pak këtë mikrofonin. Kam bërë një reflektim timin lidhur me atë që quhet performanca identitare dhe pritshmëria e performimit identitar. Dhe do ma falësh që do bëj pak teori këtu, por është e rëndësishme. E çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që neve kemi gjithmonë një pritshmëri se si duhet jetë diçka. Edhe kemi pritshmëri dhe se si duhet jetë një besimtar, edhe se si duhet jetë një besimtar, edhe se si duhet jetë një grua që është e fuqizuar apo jo e fuqizuar. Dhe kemi gjithmonë ato pritshmëri të shko. Këtu nuk ka gra të fuqizuar. Gruaja e fuqizuar duhet bëj këtë. Gruaja muslimane duhet bëj këtë. Gruaja shtëpiake duhet bëj këtë. Dhe duket sikur ti i fut te kjo kuta, te kjo masa që o je kështu ti ose ti nuk je ajo gjëja. Pra, një grua e fuqizuar nuk rri në shtëpi që të merret me kalamajt, bëhet përjashtimore. Jo, po ndërkohë gruaja e fuqizuar është dhe në hapësirën publike, por ndërkohë kujdeset maksimalisht edhe për fëmijët e saj, pavarësisht se duket sikur është e vështirë. Edhe këtu pastaj neve fillojmë edhe paragjykojmë, jo se njohim personin, po se neve kemi pritshmërinë tonë e cila nuk përputhet. Dhe bëhet shumë e vështirë në momentin kur ti u thua ose mbron që unë dua një grua të fuqishme, një grua që të jetë një zë potent, kur kjo grua lirin e kërkon për të vendosur shamin. Sepse ti mendon ose hapësira publike mendon se shamia është diçka tradicionale. Dhe fuqizimi nuk lidhet me traditën. Ndërkohë që kjo është një kontrast i jashtëzakonshëm se sa liri më të madhe se sa një femër, një vajzë, një grua e cila vendos të mundohet dhe të dalë në publik ta shprehë bindjen e saj në publik, unë nuk di të ketë. Problemi është se perceptimin nuk e kontrollojmë ne. Kjo mund të jetë liria që ti ke si definicion, po dikush tjetër ka një definicion krejtësisht tjetër për lirinë. Jo, flasim lirinë që ti ke të drejtë të duash, se si të duash në publik. Po dikush, unë jam dakord me ty. Problemi është se neve gjithmonë dalim te diskuri dhe përballja e termave. Pra kush është liri për ty dhe kush është liri për mua? Pra nëse ne do të ishim vishesh si të duash. Po, ky është diskursi. Po, diskuri po mund të jetë ky, pa diskutim. Problemi është se neve paragjykimi lind nga përballja e këtyre termave, ç'a kupton tjetri me liri dhe ç'a kuptoj unë. Dikush sepse kemi ato një grua e fuqizuar, çdo të thotë, kush është imazhi tipik? Nëse ne bëjmë një sondazh tani online, çdo të thotë një grua e fuqizuar. Dhe një nga alternativat më pakt që të dalin në pa është një grua e cila është e lirë të vendosë edhe shamin ose që do të bëhet besimtare. Sepse ndonjëherë nuk merret si e tillë, më kupton, nuk lidhet ndonjëherë besimi automatikisht, më kupton çfarë dua të them, besimi me traditën. Dhe ndonjëherë këtu lind pa dashur ose dhe me dashje, se ka dhe ka dhe mungesë informacioni midis identitetit, midis kulturës dhe besimit. Ajo që ndodh shpesh herë është që ne nuk merrem me tjetrin, po merrem me kallëpin performativ që ne kemi në mendjen tonë se si duhet jetë një grua e fuqizuar. Më kupton çfarë duhet të them dhe këtu fillon gjithë problemi, se ne nuk ballafaqojmë më mbi fenomenin. Pra çdo thot një grua e fuqizuar apo një grua me shami apo një grua që zgjedh të mos shkojë, mos bëj karrierën profesionale po të rrinë në shtëpi. Zgjedhja e saj, në rast se flasim për zgjedhje po. Patjetër, po ne nuk gjykojmë më zgjedhjen. Ne, është ajo që unë thash, neve diskutojmë dhe komunikojmë për atë që kemi ne në mendjen tonë. Dhe atëherë gjithë hapësira publike bëhet kakofoni. Po, sepse në mas kaq të madhe, ka një problematik tjetër, se nëse kërkosh vetëm një keq kuptim, në rast se ti i thyen të gjitha rregullat e dukes. Unë jam po flas për atë pjesën që jam studiuese vet, më kupton? Dhe tek ajo pjesa që unë shoh është që
keqkuptësia në hapësirën publike vjen si rezultat i dëgjuar gjithmonë të vetes. Që do thot, unë kam mendimin tim dhe paragjykoj këtë dua unë. Dhe kjo pastaj ky lloj krijon një kakofoni shumë të madhe dhe media pastaj për interesat të saktuara, që neve le themi nuk i kemi fokus të kësaj bisede, pa diskutim. Ul le themi ose ul volumin e disa paragjykimeve dhe ngren zërin e disa paragjykimeve të tjera. Ndaj është shumë e rëndësishme që gjitha argumentet që ne themi, të jemi të vetëdijshëm që shiko, si do të na kuptoj tjetri. Nuk duhet, pra, tjetri ka në mendje për perceptimin e tij, por ne nuk duhet të jemi aq mos kokçarës dhe ta neglizhojmë atë komplet vetëm për thënë mendimin që neve kemi. Kjo është gjithë ideja. Prandaj unë e shoh në të gjitha performancat identitare. Sot kur flasim, domos në studimet e gjinisë, kur flasim për gruan, ka paragjykime të pafundme. Jo, nuk e fare në diskutim. Paragjykimet që gruan përsi në shoqërinë shqiptare. Jo vetëm në shoqërinë shqiptare dashur. Më beso në të gjithë botën. Mjafton të hapësh çfarë ndodh me luftën në thonjzan hashtagjet, në komente që ndodhin në rrjetet sociale dhe ti kupton që një grua paragjykohet më shumë se një burr, gjithandej për një veprim që mund t'i duket normale një burri dhe shumë problematike një gruaje. Në terrene antropologjike si e jona pastaj ku thash neve nuk përpiqemi ta kuptojmë tjetrin, ta njohim tjetrin, se shpesh herë paragjykimi vjen dhe si rezultati mosnjohjes dhe i mosdëshirës për të kuptuar nga cili pozicion po flet ky person. Nga cili pozicion ka zgjedhur një person të identifikohet me shamin ose jo. Pra kjo është gjithë gjëja. Pra neve nuk marrim kohë të kuptojmë dhe ta njohim tjetrin. Dhe kur nuk njohim dhe nuk kuptojmë, rezultati është automatikisht paragjykimi. Jo, edhe në rastin që ne njohim dhe kuptojmë dhe për shkak marrim rastin e një rast të thjeshtë, për shkak të podcastit. Në fillimet e mia, mbaj mend kur kam kërkuar për sponsor, komentet ishin tani ne do na dalin gratë edhe në televizor, do na flasin, do na drejtojnë emisione, e kupton? Nga të gjitha, nuk po flas, por edhe jashtë komunitetit, do të thotë sepse pa diskutim pastaj që një vajzë në Shami është paragjykuar nga të dyja edhe si brenda si jashtë saj, për çdo veprim që po si mirë si keq, pa diskutim që po. Dhe kjo është pak se ti e njeh faktikisht. Unë e kuptoj, prandaj unë them gjithmonë që media ka rol të edukojë dhe të informojë. Dhe media ka detyrë dhe le të themi të shtoj zërat të cilat sillin argumente ndryshe. Por ka një çelës thuhet dashur. Kur ne komunikojmë, është ajo që thash në fillim, duhet të krijojmë vibrancat. Se çfarë ndodh, është ajo simbolika e vibrancat kuptimore, është ajo simbolika e kullës së Babelit. Në cilën Zoti është simbol biblik, po ka Zoti i dha njerëzve po ndërtonin kullën e Babelit, shkonin të shihnin Zotin. Dhe kur ishin afër majës, Zoti u dha gjuhët. Dhe ata nuk u morën vesh kurrë dhe nuk i gjetën. Pse nuk u morën vesh? Sepse secili ishte zënë atë në le të themi kuptimësinë e vet. Është shumë e rëndësishme kur ne flasim për të vërtetën tonë, cila do qoftë ajo. Cila do qoftë ajo e vërtetë. Është të përpiqemi të kuptojmë sa njeh tjetri nga e vërteta jon. Sepse ne ndonjëherë mendojmë se e vërteta jon imponohet mbi gjithçka. Atëherë krijojmë kuptimësinë, ndërtojmë murat e komunikimit dhe pastaj fillojmë të shpalosemi. Më kupton? Dhe media këtë gjë duhet bëj. Duhet të lehtësoj rrugëtimin e zërave të cilët flasin më shumë për atë që ata janë. Komunitetet, të gjithë po flasim, marrim rastin ton, po pa diskutim që kjo është për të gjithë që unë vënë re si eksperte e medias dhe e ftuar shpesh herë vetë në media, është që njerëzit nuk të dëgjojnë ty se çfarë ti po thua, po lexojnë kontekstin në cilën ti je. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Kjo është automatikisht bie tek ajo që unë po them përpara, që jemi tek perceptimi. Pra unë nuk dua të dëgjoj fare ty. Po flet me Kitin, okay, di për çka ke fol me Kitin. Po, ndonjëherë as do dëgjojnë, ti mund të flasësh një temë pa lidhje fare për shkak për fendet ti automatikisht duket sikur po jep mësime fetare. Ose mund të jetë një lajm nga për një shkencëtare, rasti që para 2 ditësh lexova për një shkencëtare myslimane me Shami, dhe ndërkohë komentet ishin vetëm ke Shamia, ka lexuar fare lajmin se sta gjë e bukur ishte. Po të ishte ajo gruaja pa Shami, do të merren për faktin që ajo është grua.
po të jepesh një detaj tjetër lidhur me krajinën, do merresh më shumë me krajinën se sa me faktin që ajo ka bërë një zbulim. Pra janë të gjitha këto shtresëzimet identitare, të cilat në një moment prandaj thash janë ca zëra që ulen dhe ca volume që ngrihen. Kur intereson mund të bëjmë paragjykime krajinore, kur intereson bëhen paragjykime fetare, kur intereson bëhen paragjykime gjinore. Pra edhe disa e vështirë dhe unë ajo që shoh është nëse përpjekja ime bëhet gjithkohës për të fuqizuar gruan, unë e shoh që ka pafund sulme të tilla kuptimore që mund të lidhen me faktin, nëse ti je një grua politikane, pyetja që të bëhet më shpesh është po fëmijët kush po t'i mban? Kush po kujdeset? Dhe kur nuk flasim për linjën politike që ti po ndjek, po sa të ka qëndruar infrastruktura familjare pas për treguar. Kur ti flet ose ti je duke ndërtuar fushatën politike të një gruaje, ti gjithmonë duhet kujdesesh që dhe familja dhe bashorti, edhe gjithçka të dali sa më le themi përplotësues, ndërkohë që nuk I kemi këto miraqe për mos solur pastaj për seksizmat e veshjes, e dukjes e kështu me radhë. Është shumë e vështirë të jesh grua në media sot. Më beso, sepse gjithçka që ti bën apo thua analizohet me lup. Dhe më e keqja është se nuk të dëgjojnë për të kuptuar, por dëgjojnë për të sulmuar dhe për të paragjykuar. Okej, meqenëse jemi në këtë temë dhe e kemi shtruar shumë bukur këtë diskutim, cila është ajo këshilla juaj që do I jepi ose si thua përgjigja kur njerëzit kapen më shumë te pjesa e paragjykimit sesa tek puna që duhet bërë ose ke thelbi, se ne e diskutuam që gjithmonë do ketë pra një arsye. Pra si ta luftojmë, ta heqim nga fokusi jon këtë pjesë. Po kjo është reflektim pasaj personal sa ti e formuar si individ. Sepse paragjykimi thash vjen shpeshherë nga mosdia. Dhe mosdia është kosto personale. Pra nëse unë paragjykoj dikë, do thotë që nuk e njoh. Dhe aty pastaj është kostoja shumatore që unë bëj me veten, unë dua ta njoh apo jo. Dhe shpeshherë njerëzit janë shumë selektiv në atë që duan të njohin dhe nuk duan të njohin. Dhe, shtemi gjë tjetër, jetojmë në një mjedis informativ hibrid, në cilën neve nuk marrim informacion, ne rrshqasim, është kështu sikur jemi në po bëjmë një surf, kalojmë nga një val në një val tjetër, domethënë është një val informacioni këtu, ti sa marrona e val aty dhe një val tjetër, dhe ti atëherë e mpihesh dhe thua po I fus një menje të lehtë po ngjoj muzikë. Ose çoni dëgjon në Instagram edhe e mbyll. Sepse të impenjohesh cilësisht për të kuptuar kërkon durim. Dhe në një shoqëri që ecën shpejt dhe në një media që rre informacion shumë shpejt, në një sistem mediatik, është ekosistem, nuk është vetëm televizioni. Pa diskutim. Që rre shumë shpejt dhe qarkullon shumë shpejt, ti nuk ke kohë. Kaos. Edhe te ky kaos informativ ti zgjedh të mos njohësh. Dhe kur nuk njeh ti paragjykon. Po çfarë do lloj gjëje, më beso? E di, unë jam e bindur për këtë. Se po përpiqem të jem politikisht korrekte, edhe pse gjithmonë I shndroj besnik faktit që njeriu duhet flas për ato gjëra që I njeh dhe I zotëron mirë, dhe në lëme apo në dinamika të cilat ose në debate në të cilat nuk është përfshirë më përpara, bën mirë pa e njohur mirë mos jap kontribute. Unë e kam vërtet të ndier dhe duhet ajo që vuaj më shumë është lufta që bëhet me kuptu apo me zhbë perceptimin. Dhe me këtë gjë ne në komunikim themi diçka kur diçka ka ndodhur, ti nuk mund të reagosh me versionin tënd vërtetës, sepse ata njerëz të cilët kanë zgjedhur të jenë kundra teje, do përforcojnë dhe do gjejnë argumenta kundra teje. Ata që do të kanë zgjedhur të jenë pro teje, do gjejnë argumente për të mbështetur tezën tënde. Dhe në këtë lloj ndasisë, sa e vështirë është lufta komunikative, ndaj dhe kulla e Babelit nuk u bë kurrë dhe njerëzit nuk arritën dot dhe nuk e njohin akoma Zotin. Ke ishte shumë e bukur. Se janë shumë të zënë me perceptimet e tyre. Duhet guxim me pranu që je vogël. Dhe je I vogël. Edhe në ka një gjë me cilën njeriu nuk përballet dot është kjo.
Ne kam për diskutim. Më beso këtë nuk kemi nga Tjanisi. Jo. Nuk kemi nga Tjanisi. Okej, ja bitisim. Mund ta bitisim, po më beso nuk kemi nga Tjanisi. Është vërtet. Të falenderoj shumë ke hapësirën tënde nëse dëshiron që të thuash diçka për mbyllje, një mesazh ose një shnim të fundit që duhet t'ia lësh audiencës. Je e gjitha e lirë për t'ia bitisur. Kjo më duket kështu si mesazh profesional tash në fund, ja. Dëgjoni intervistën time. Mos më komentoni keq në klikimet aty te komentet. Jo, ishte kënaqësi shumë e madhe që diskutuam mbi rëndësinë e të folurit. Duke sikur është veprimi më i zakonshëm që bëjmë, po më besoni është veprimi më i vështirë i cili na mbahet mend më gjatë dhe na merret në konsiderat më pak. Sepse kur ne flasim dhe themi gjëra të mira, njerëzit e marrin për të mirëqen, nuk e kuptojnë që kjo është punë, në sensin e që ti kërkon impenjim të jesh versioni më i mirë i vetes. Por ama kur ti thua një gjë gabim, qoftë pandashje, qoftë. Aty pastaj janë të pa mëshirshëm. Dhe kjo vlen në të gjitha dimensionet. Dhe ne jemi pa mëshirshëm me veten kur themi në një gjë gabim. Është shumë vërtet, shumë kritikues. Po, jemi kritikues, pavarëse nuk e pranojmë. Dhe pastaj në epokën e kohërave të platformave sociale, që vazhdojnë shpërndahen. Sa vështirë është, sa mirë me det, domethënë me dhe sa vështirësi është me qenë një komunikator i mirë. Falenderoj shumë për këtë bisedë mrekullueshme. Është percepcion e tillë. Për mua kam shijuar jashtëzakonisht shumë, uroj që regjisit çka ka thënë. Edhe dëgjuesit do të kemi dhe ata në vëmendje se është ajo pjesa e montimit ku do gjej pikat. Un kam parë kështu, okay, gjatë gjithë kohës. Në rregull. Kështu që uroj dhe ju të dëgjues të dashur ta keni shijuar këtë bisedë dhe të keni përfituar dhe të kemi lënë mesazhe sa më të bukura dhe sa më të thjeshta për gjithë secilin, duke filluar nga vetja jonë së pari. Falenderoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.